Vjojmë më tej me informacione, do të ndalemi tek ngjarja e ditës. Ish presidenti venezuelian i arrestuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës u dërgua sot në gjykatën e New Yorkut, ku pritet të mbajë një seancë për njohjen e tij me akuzat. Nicolas Maduro dhe gruaja e tij u dërguan nga burgu me helikopter në gjykatën e Manhattanit, ku pritet ketë përballjen e parë me drejtësinë amerikane. Gjyqtari federal i procedurës është një 92 vjeçar që ka pasur më herët dosje të rëndësishme të terrorizmit dhe sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nën masa të rrepta sigurie, me pranga në duar dhe 10 oficer të forcave Delta që i shoqëronin, Nicolas Maduro dhe bashortja e tij Cilia Flores u dërguan me helikopter në Manhattan, ku dalin këtë të hënë para gjyqit. Një makinë ushtarake e blinduar e çoi çiftin venezuelian në gjykat, ku do të njihen me akuza që rëndojnë ndaj tyre, pasi u arrestuan nga Shtetet e Bashkuara. Paraqitja para gjykatës është një procedurë e shkurtër dhe formale, gjatë së cilës atyre do t'u lexohen akuzat. Megjithatë, ky pritet të jetë fillimi i një betejë të gjatë ligjore në Shtetet e Bashkuara. Avokatët e Maduros pritet të kundërshtojnë lishmërinë e arrestimit të tij, duke argumentuar se ai është i mundur nga ndjekja penale si një kryetar shteti sovran. Nicolas Maduro dhe Cilia Flores akuzohen për narkoterrorizëm, import kokaine, zotërim të pajisjeve shkatërruese dhe mitroloz, edhe plane për t'i zotëruar këto armë në dëm të Shteteve të Bashkuara. Çështja i është caktuar gjyqtarit federal 92 vjeçar Alvin Hellerstein, i cili u emërua dhe u konfirmua nga presidenti Bill Clinton në vitin 1998. Hellerstein ka kryesuar çështje që rrjedhin nga sulmet terroriste të 11 shtator 2001, si edhe çështje të tjera që përfshin terrorizmin dhe sigurinë kombëtare. Shtetet e Bashkuara kryen të shtunë në një sulm ndaj Venezuelës dhe arrestuan presidentin Maduro dhe bashorten e tij. Ata u dërguan me avion drejt Shteteve të Bashkuara, ku fillimisht u mbajtën në një qendër paraburgimi në Brooklyn. Rreth orës 18 me orën lokale të Shqipërisë pritet të nisë dhe seanca paraprake gjyqësore kundrejt ish-presidentit venezuelian Nicolas Maduro dhe bashortes së tij Cilia Flores, ku ata do të njihen fillimisht me akuza që rëndojnë drejt tyre. Rikujtojmë edhe një herë këto akuza: narkoterrorizëm, konspiracion për importimin e kokainës, posedim të mitrolozëve dhe pajisjeve shkatërruese, si edhe konspiracion për të poseduar mitrolozë dhe pajisje shkatërruese kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tashmë janë më tepër se 48 orë që nga momenti kur Shtetet e Bashkuara ekzekutuan me saktësi operacionin e tyre për arrestimin e presidentit venezuelian autokrat Nicolas Maduro. Aktualisht në Venezuelë, por edhe në vendet të tjera ku venezuelianët kanë emigruar masivisht, ka nisur në fakt edhe qasja tyre pozitive kundrejt këtij zhvillimi, i cili është cilësuar si një ditë përparimtare për demokracinë, por duhet thënë se ka edhe qasje të tjera negative kundrejt edhe këtij zhvillimi. Këto janë pamje që tregojnë në fakt lëvizjen e Nicolas Maduro dhe bashortes së tij nëpërmjet helikopterit nga paraburgimi Detention Center, qendra e paraburgimit në Brooklyn, drejt gjykatës në Manhattan. Mirë, po le të ndalemi pak për këtë qendër paraburgimi, e cila duhet thënë se mban 10 personazhe, të cilët janë akuzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qofshin ata me shtetësi amerikane apo edhe lider dhe ish lider të vendeve të tjera. Burgu i Brooklynit mban tashmë Nicolas Maduro në paraburgim, por njëkohësisht mban R. Kelly, një person shumë i njohur i muzikës R&B në Shtetet e Bashkuara, i akuzuar për abuzim seksual. Njëkohësisht P. Diddy, që do të vuajë dënimin e tij me 50 muaj burg, dhe ai ka qenë në fakt në korridor dhe qelit e paraburgimit të Brooklyn. Rikujtojmë, i akuzuar për transportim për qëllim prostitucioni kundrejt 2 ish partnereve të tij. Luigi Mangione, i cili ende pret edhe seancat e tij gjyqësore, akuzohet për vrasjen e drejtuesit ekzekutiv të kompanisë United Healthcare Brian Thompson në dhjetorin e vitit 2024, por edhe president apo lider të Shteteve Kombeve Latine. Ish presidenti i Hondurasit, i cili sapo ka marrë dhe falje në dhjetor 2025 nga presidenti amerikan Donald Trump, Juan Orlando Hernandez, u burgos në Brooklyn ndërsa ishte në gjyq për trafikimin e qindra ton kokainë në SBA. Ndër të burgosurit e tjerë është edhe bashkëthemeluesi i kartelit të drogës Sinaloa të Meksikës, El Mayo. Njëkohësisht Ghislaine Maxwell, bashkëpunëtoria e Jeffrey Epstein, i cili në fakt kreu vetvrasje në këtë qendër paraburgimi në vitin 2019. Ghislaine Maxwell vuan dënimin e saj me 20 vite burg, ku ka nisur edhe apelimet kundrejt edhe këtij vendimi. Ndërkohë që Jeffrey Epstein, ish partneri i saj i vetvrar, kreu këtë akt duke vendosur në fakt në pikpyetje sigurinë e qendrës së paraburgimit, kur i kujtojmë edhe një herë se pati teori konspirative të hedhura poshtë nga FBI se në fakt
fakt Jeffrey Epstein ishte vrarë brenda dhe qelisë të tij në paraburgim në Brooklyn. Antar i dyshuar i bandës Tren de Aragua është aktualisht në këtë qendër paraburgimi, është Anderson Zambrano Pacheco, i cili në New York u arrestua për akuza parembajtje pa leje. Që prej vitit 2021, kjo qendër paraburgimi në fakt ka tërhequr shumë vëmendje kur Byroja e Burgjeve mbylli në fakt burgjet e tjera të qytetit New Yorkut si pasojë e aktit të kryer nga Jeffrey Epstein. Është vendi ku do të qëndrojnë në pritje dhe Nicolas Maduro dhe bashortja e tij Cilia Flores. Por, çfarë po ndodh në Venezuelë? Tashmë që prej 3 janarit është vendosur në udhëheqje të saj zëvendës presidentja nën qeverisjen e Nicolas Maduro, është Delcy Rodriguez, e cila u shpall tashmë presidente e përkohshme, që ka pasur reagime të diskutueshme për sa i përket bashkëpunimit të saj të mundshëm me Shtetet e Bashkuara. Rodriguez ka shërbyer si nënkryetare Maduros që nga viti 2018, ka mbikëqyrë pjesën më të madhe të ekonomisë së Venezuelës, shërbimin e frikshëm të inteligjencës dhe ishte në radhë për trashëgiminë presidenciale. Ai është pjesë e një grupi zyrtarësh të lartë në administratën e Maduros që kontrollon tashmë Venezuelën, edhe pse presidenti Trump dhe zyrtarë të tjerë thonë se do të ushtrojnë presion mbi qeverinë që të bjerë në përputhje me vizionin e saj për kombin e pasur me naftë. Gjykata e Venezuelës e urdhëroi atë si presidente të përkohshme ditën e shtunë. Rodriguez, një avokate dhe politikane 56 vjeçare, ka pasur një karrierë të gjatë, duke përfaqësuar revolucionin e nisur nga Hugo Chavez në skenën botërore. Ngritja e saj për të bërë udhëheqëse e përkohshme e vendit të Amerikës së Jugut erdhi si surprizë kur Trump njoftoi se sekretari i shtetit Marco Rubio kishte qenë në komunikim me Rodriguez dhe se udhëheqësja venezueliane ishte e sjellshme dhe do të punonte me qeverinë amerikane. Mirë po, në një fjalim televiziv, Rodriguez nuk dha asnjë shenjë se do të bashkëpunonte me Trump, duke ofruar qeverisë Trump, duke referuar qeverisë Trump si ekstremiste dhe duke pohuar se Maduro ishte udhëheqësi i ligjshëm i Venezuelës. Kështu Trump e paralajmëroi atë se nëse nuk i bindet rregullave, do të paguajë një çmim shumë të lartë, ndoshta edhe më të madh se Maduro. Përpasoj, duke se Rodriguez ndroi sërish tonin e saj nëpërmjet postimeve online, duke thënë se shpresonte të ndërtonte marrëdhënie respekti me Trump. Ajo është një avokate arsimuar në Britani dhe Francë, presidenta e përkohshme dhe vëlla i saj Jorge Rodriguez, i cili është kreu i Asamblesë Kombëtare të kontrolluar nga Maduro, kanë kredenciale shumë të mira të majta të lindura nga tragjedia pasi babai i tyre ishte një udhëheqës socialist i cili u arrestua për përfshirjen e tij në rrëmbimin e një pronari amerikan biznesmen në 76-ën dhe më pas vdiq në paraburgim policor. Mirë po, duhet thënë se opozita venezueliane ka pasur mbështetjen amerikane jo thjesht në administratën Trump, por edhe në administratat e mëparshme. Edmundo Gonzales ka qenë në fakt kandidati i pranuar nga Shtetet e Bashkuara në zgjedhjet presidenciale të 2024-s dhe Maria Corina Machado është në fakt lidere opozitare e cila është vlerësuar më së shumti nga udhëheqja amerikane në këto mbi një dekadë për sa i përket edhe situatës në Venezuelë. Rikujtojmë edhe një herë 3 janarin, e cila duhet thënë se ka sjell një tronditje të vërtetë në rang ndërkombëtar për sa i përket mënyrës se si është komentuar gjithë situata, duart rokitjeve që nga marrë për rikthimin e demokracisë në një momenti të shumë pritur nga venezuelianët në vendin e tyre dhe të gjithë ata të cilët janë në emigracion në vende të tjera të botës, por edhe reagime nga lider të ndryshme të botës. Një operacion i cili u ekzekutua me saktësi nga Delta Force që realizuan dhe arrestimin e Nicolas Maduro dhe bashortes së tij që tashmë kanë dalë me detaje i gjithë momenti. Një ekip i vogël përfshirë një burim brenda qeverisë venezueliane e kishte monitoruar çdo lëvizje të Nicolas Maduro, ku flinte 63 vjeçari, çfarë hante, çfarë vishte dhe madje edhe kafshët e tij shtëpiake. Në fillim të dhjetorit u finalizua operacioni Absolute Resolved, një rezultat i muajve të tëra planifikimi, e cila parapriu më pas edhe me atë që ndodhi më 3 janar. Një mision 2 orësh e 20 minutash nga ajri, toka dhe deti, që habiti në fakt jo thjesht
Amerikanët, por të gjithë botën në kompleksin e Maduros, ndërsa trupat elitar Amerikanë vëshuan brenda. Trump tha se presidenti venezuelian, i cili mbrohej nga truprojat e tij kubaneze, u përpoq të ikte në një dhomë të sigurt. Mirë, po Donald Trump tha se pavarësisht çfarë lëvizje që ai do të bënte, nuk ishte më shpëtim për të. Ai ishte totalisht i rrethuar dhe do të arrestojë. Madje përgjatë konferencave për shtyp, presidenti amerikan Donald Trump tha se nëse do të ishte nevojshme, edhe mund të kryej edhe shtënje me armë zjarri kundrejt tij. Ndërkohë, Donald Trump e pa të gjithë operacionin në Mar-a-Lago, në rezortin e tij në Florida, aty ku ishte i vendosur, në fakt nëpërmjet mjeteve të sofistikuara. Presidenti amerikan vëzhgoi gjithçka në këto foto, të cilat duhet thënë se janë shpërndar masivisht në botën virtuale. Trump u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara do të marrin kontrollin e industrisë së naftës së Venezuelës, por administrimi i Venezuelës mbetet i paraqartë. Forcat amerikane në fakt nuk e kontrollojnë Venezuelën dhe qeveria Maduro ende e drejton shtetin në aktualisht që po flasim, por pritet në fakt nëse do të ketë lëvizje nga ushtria e cila ka qenë në mbështetje të Maduros dhe ka qenë ajo në fakt që ka mbajtur edhe pushtetin pikërisht presidentit autokrat në këtë kombë latin. Pas të gjitha këtyre zhvillimeve, presidenti amerikan kërcënoi presidentin e Kolumbisë se Shtetet e Bashkuara janë gati për një mision edhe në këtë vend. Kolumbia qeveriset nga një njeri i sëmur dhe ai nuk do të jetë për shumë gjatë, tha Trump. Presidenti amerikan shtoi se edhe Kuba është gati të bjerë, duke theksuar se do të ishte e vështirë për Havanën të mbahej pa marrë naftën venezueliane. Donald Trump e ka shtuar dozën e kërcënimeve pas sulmeve ndaj Venezuelës dhe arrestimit të presidentit Nicolas Maduro. Në një intervistë për The Atlantic, Trump paralajmëroi zëvendës presidenten venezueliane Delcy Rodriguez, e cila mori përsipër kompetencat e Maduros, se ajo do të paguajë çmim edhe më të lartë nëse nuk vepron në mënyrën e duhur. Nëse ajo nuk bën atë që është e drejtë, do të paguajë një çmim shumë të lartë, ndoshta më të madh se Maduro. Rindërtimi atje dhe ndryshimi i regjimit, sido që të doni ta quani, është më mirë se ajo që kishin. Megjithatë, Rodriguez u tregua e gatshme për bashkëpunim dhe tha se rajoni ka nevojë për paqe dhe stabilitet. Kërcënimet e Trump vazhduan edhe për një komb tjetër të Amerikës Latine, Kolumbin, presidenti i së cilës e ka kritikuar vazhdimisht homologun amerikan. Trump tha se një operacion në Kolumbi duket ide e mirë, teksa Gustavo Petro në akuzoi se bën kokainë dhe e dërgon në Shtetet e Bashkuara, por kjo nuk do të zgjasë për shumë kohë. Vendi tjetër që Trump përmendi ishte Kuba, gjithashtu një kritike e ashpër e politikave të Washingtonit. Kreu i Shtëpisë së Bardhë tha se Kuba do të bjerë me vullnetin e saj, teksa citoi sekretarin e shtetit Marco Rubio, i cili tha se vendi është në shumë telashe. Ndërkohë qeveria e Kubës tha se 32 qytetarë të saj u vranë gjatë operacionit amerikan për të kapur Nicolas Maduro. Kuba ka qenë prej kohësh mbështetëse e qeverisë së Maduros dhe kundërshtare e Shteteve të Bashkuara, por kërcënimet e Trump nuk u ndalën me kaq. Ai u rikthye idesë së tij për aneksimin e Groenlandës, e cila sipas tij duhet Shteteve të Bashkuara për çështje sigurie. Është strategjike, Groenlanda është mbuluar me anije ruse dhe kineze kudo. Ne kemi nevojë për Groenlandën nga pikpamja e sigurisë kombëtare dhe Danimarka nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë. Kjo deklaratë u ndesh me reagimin e ashpër të Mette Frederiksen, kryeministrja e Danimarkës, pjesë së cilës Groenlanda është. Ajo i bëri thirrje Trump të ndalojë me kërcënime ndaj aleatëve historik dhe ndaj çdo vendi tjetër që e ka bërë të qartë se nuk është në shitje. Europa ka reaguar në mbrojtje të Groenlandës pas deklaratave të fundit të Donald Trump që pohojnë sërish ambicjen e tij për të bërë atë territor amerikan. Nga Anglia në Gjermani e në zyrat e Unionit në Bruksel, liderët bashkohen në mbështetje me Danimarkën, pjesë të cilit është ky ishull, dhe thonë se kufijt nuk mund të ndryshohen me forcë. Europa ka reaguar ndaj deklaratave më të fundit të Donald Trump për Groenlandën, e cila sipas presidentit amerikan i duhet Shteteve të Bashkuara për çështje sigurie. Kryeministri britanik Keir Starmer shprehu mbështetjen për kryeministren daneze Mette Frederiksen, duke theksuar se ajo ka të drejtë për të ardhmen e Groenlandës. Starmer tha se ardhmja e Groenlandës u takon njerëzve që jetojnë atje dhe udhëheqësve të tyre në Danimark për të vendosur. Ministri i jashtëm gjerman, Johan Vadefol, tha se Groenlanda i përket Danimarkës dhe se NATO mund të diskutojë forcimin e mbrojtjes së saj nëse është e nevojshme.
Nga ana tjetër, një zëdhënës i Komisionit Evropian tha se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë parimin e sovranitetit kombëtar dhe shprehu mbështetjen e plotë për Danimarkën. Franca shprehu gjithashtu solidaritet duke thënë se Groenlanda i përket popullit të saj. Presidenti Alexander Stubb i Finlandës tha se askush nuk vendos për Groenlandën dhe Danimarkën përveç vetë atyre.